Mentorimi social është një proces ku një individ i cili ka një përvojë, një bagazh profesional arrin që të ofrojë ndihmë për një person i cili është në nevojë, pa marrë parasysh natyrën e konfliktit të cilën e ka personi apo menti që të quajmë ne, një individ i cili është i përgatitur profesionalisht, atëherë mund të ofrojë një mentorim social. Kjo ndihmon shumë në menaxhimin e situatave të ndryshme, qofshin ato familjare, qofshin konfliktuoze apo të natyrave tjera sociale. Padyshim se secili person ka nevojë që ta ketë një person që do ta mentoroj, dhe mentorimi social është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe ndikon në jetën e njerëzve, sidomos të atyre që janë në gjendje të nevojës sociale. Po keq kuptimet mund të jenë të tilla sepse njerëzit mendojnë që krahas mentorimit do t'i menaxhohet edhe jeta. Menaxhimin e jetës dhe hapa dhe veprimet duhet ta bëjë secili vet, mirë po personi i përgatitur profesionalisht është aty vetëm që të ndihmojë dhe t'ia gjejë, t'ia hap rrugët, shtigjet që ka të orientohet një person i cili është në nevojë. Komunikimi fillon në faza të ndryshme. Fillimisht duhet secili person të paraqes problemin me të cilën përballet dhe ne dimë se çdo herë ai do të paraqes faza, jo të gjithë problemin, dhe mentori social duhet të jetë ai personi i cili duhet ta mbajë në kornizën e kufit të tij, që mos të thotë të gjitha përmenjëherë, mirë por gradualisht, për shkak se edhe duhet të ndihmohet gradualisht. Asnjë problem familjar, konfliktoz nuk mund të zgjidhet për një herë, mirë por kjo merr fazë, dhe kjo fazë mund të kalojë ndoshta deri në 6 muaj derisa të kompletohet i tërë procesi i mentorimit social.